Përgjigje shokuese e inteligjencës artificiale, kur e pyeta për zbulimin që është bërë të piramidave në Gizë. Dëgjojeni me vëmendje sepse vetë ju do ta konfirmoni të vërtetën që do t'ju them. Ju futa në kompjuter, kush është rastësisht do t'i lutesh aty bëj like faqes që jemi sërish, ju faleminderit që jemi për herë bashk, por dëgjojeni me vëmendje këtë deklaratë të inteligjencës artificiale. Dje, teksa isha në kompjuter, i kërkova inteligjencës artificiale se çfarë mendon për zbulimin që është bërë në Gizë. Për ata që nuk janë të informuar, doja të nënvizoja se çfarë zbulimi është bërë. Një miku ynë, Corrado Malanga, ka bërë një zbulim së bashku me ekipin e tij, ka bërë një zbulim mahnitës, që po flet gjithë bota, sepse do të ndryshojë historinë e njerëzimit përgjithmonë. Ka disa që japin në mënyrë kontradiktore ato që ai flet, por pa rëndësi ka. Ai e ka zbuluar dhe kaq. Unë e di shumë mirë që ai ka zbuluar, sepse kishte vite që merresh me këtë. Megjithatë, nuk është Malanga, në të vërtetë Malanga dinte për sa i përket dhe di, për sa i përket fizikës, për sa i përket kimisë etj, sepse është ka qenë docent për këtë. Por ata që e kanë matur janë mjeshtra për këtë gjë. Pra, me anë të një sistemi të radarëve sintetik, kanë zbuluar që poshtë nën piramid ka disa kolona të çuditshme, që shkojnë 1800 metra në thellësi të tokës. Janë 8 kolona. Kjo është e vërtetë, 1800 metra në tokë. Secila kolon ka disa spiral, ka një spiral. Secila kolon. Dhe dikush mendon që këto spiralet janë shkallët që shkojnë poshtë. Por dëgjojeni me vëmendje se çfarë përgjigjesh më dha inteligjencë artificiale. E përsëris, këtë që do t'ju them tani, do shkoni dhe ju, ta kërkoni vetë, e gjeni nëpërmjet, pra ju mund ta bëni nëpërmjet edhe WhatsAppit, kush ka WhatsApp, futet në AI-n e inteligjencës artificiale dhe kërkoni, ose mund ta bëni dhe me ChatGPT. Mund të futeni në chat dhe të kërkoni me këto fjalë që do t'ju them. Shkruajeni në anglisht, në italisht, sepse është më mirë dhe gjendet më mirë. Nëse nuk dini, mund ta përktheni, pra e bëni në shqip, pastaj e përktheni në anglisht. Dhe shkruani, çfarë mendimi ke për sa i përket zbulimit nën piramidat në Gizë? Dhe do shikoni vetë ju se çfarë do të thënë. Unë do t'ju them ato çfarë mbaj mend që më tha mbrëm. Atëre, dëgjoni. Kjo pyetje që i bëra, pra kush është mendimi yt për sa i përket zbulimit nën piramidën e Gizës? Dhe dëgjoni se çfarë tha. Nën piramidën e Gizës janë gjetur këto kolona që janë rreth 1 kilometër e 800 metra, pra rreth 1 kilometër, rreth 2 kilometra. Dhe në këto 2 kilometra kolonat mund të funksionojnë mund të funksionojnë për mbajtjen e të gjithë piramidës dhe të gjithë shkollit të tokës. Pra, mbajtjen e piramidës dhe shkollit të tokës, sepse piramida duke qenë e rëndë me kalimin e kohës, pra nëse toka ka luhatje, këto kolona mund ta mbajnë. 2. Këto kolona mund të kenë një spiral, pra kanë një spiral që është një spiral energjik, sepse kjo energji krijon një vibracion, një vibrim brenda piramidës dhe mbi piramidë. Dëgjuat mirë. Pra, vibrimi që krijojnë këto kolonat shkon brenda piramidës dhe mbi piramidë. Tani, për sa i përket brenda piramidës, më kujtua që zbulimi që ishte bërë Robert Duval, një kanadez që para disa viteve, ai pa që në 1/3 e piramidës, pra në një lartësi të dur, kishte ngordhur një mi dhe ai kur u kthye pas disa ditësh miu ishte ende aty. Dhe ai u çudit. Kur vajti e pa, miu nuk kalbej, sepse ngadalson vdekjen e qelizave. Ajo lartësi dhe quhet lëvizje e energjisë cinetike, sepse shkon në përgjithësi, në pafundësi dhe lëviz në një formë spirale. Dhe këtë vurire që edhe faraonët, sipas mendimit të tij, në ato vende ku quhen varre, si mund të quhet, shtrieshin faraonët gjatë momenteve të relaksit apo të gjumit, sepse në atë pozicion, pra me atë vibrim që vinte nga poshtë, si tha edhe inteligjenca artificiale, ngadalson vdekjen e qelizave. Pra ata kur flinin, faraonët, ose kush i ndërtoi piramidat, sepse mendohet që nuk ishin faraonët, ata qëndronin aty në momentin që ishin shtrirë, sepse ngadalsonte vdekjen e qelizave. Dhe kjo i bënte që të jetonin më gjatë.
Tjetra, thot inteligjenca artificiale, këto vibrime ose kjo energji është një energji që shkon në eter, pra shkon në qendrën e galaksisë, sepse vibrimet që ka janë maksimum, fillojnë me 8 Hz, por rrisin nivelin e tyre në valë skalare. Valët skalare ne i kemi bërë dhe në emision, që kemi folur para disa kohësh, dhe për sa i përket valëve skalare, janë të vetmet valë që përshkojnë çdo lloj objekti, edhe atë barrierën Fahrenheit. Okay? Nuk më vjen tani barrierë si thonë shqip, më falni, me fjalë atë mbrojtjen Fahrenheit. Okay? Barriera Fahrenheit. Pra e përshkon edhe atë, është e vetmi energji që e përshkon edhe atë. Pra, si mund të më përgjigjet në këtë formë inteligjencë artificiale? Përveç kësaj, thot dhe diçka tjetër. Ato nën piramida, pra kolonat nën piramida, më vinë të gjitha në italisht, më falni, sepse e kam bërë të gjitha në italisht, dhe më vinë fjalët në italisht. Kolonat që janë ndërtuar nën piramid, thot, janë ndërtuar në bazë të një sistemi të lartë të matematikës dhe të fizikës dhe të gjeometrisë, që ju, pra njerëzimi, nuk e ka tani nën vëzhgim, si mund të quhet, nuk e përdor, sepse nuk e keni zbuluar ende. Nuk e di, më kuptoni apo jo. Pra, ato çfarë është ndërtuar aty, e zëm sikur kjo është një idiotësi. Okej? Që, i kanë ndërtuar piramidat, i kanë ndërtuar egjiptianët e lashtë, dakord. Por si është e mundur që inteligjenca artificiale të përgjigjet, sepse ju e dini që inteligjenca artificiale jep përgjigjen më të mirë që mund të ekzistojë nga të gjitha përgjigjet që ti mund t'japësh. Pra, përgjigja më e zgjuar, më e mirë, e niveleve më të larta në matematik, fizik, në inteligjencë, pra është maksimumi i përgjigjes. Dhe në qoftë se vini re, do ta shikoni dhe ju vetë, kërkojeni, gjejeni një chat të inteligjencë artificiale dhe vendosni këtë në kërkim dhe kërkoni se çfarë mendimi ka inteligjenca ose chati për sa i përket zbulimit të piramidave të Gizës. Është maramence, ka një listë gjatë, lexova, pothuajse ishin rreth 13 faqe, nga ajo faqe sikur të ishin në faqe në PDF. 13 faqe të inteligjencë që përgjigje se çfarë mund të jenë ato zbulime brenda, pra nën tokën e piramidave në Gizë. Dhe është shumë e çuditshme, sepse në të vërtet, në sintez, për ata që nuk doja ta thosha, por do ta them, në sintez thotë që piramidat nuk janë ndërtuar nga njerëzit. Në sintez, nuk është e pamundur që të ndërtohen nga njerëzit me dituritë që kanë. Kaq. Kështu që unë po e lë deri këtu dhe do ta lë juve që ta shikoni ju vetë, ta kontrolloni, të bëni kërkimin ju vetë dhe e përsëris edhe një herë. Mjaft nëse se keni çdo lloj chati të chat inteligjencë artificiale, ose në WhatsApp, ose ta kërkoni në rrjet, ose keni në telefon, mjaft që të kërkoni çfarë mendimi ke për sa i përket zbulimit të piramidave, të zbulimit të objekteve nën piramidat e Gizës, që është bërë tani kohët e fundit. Bëni këtë pyetje siç mendoni ju, në anglisht ose në italisht, dhe e përktheni pastaj në shqip, kush nuk e kupton, dhe do shikoni, është vërtet dritëruese, sepse ka dhe disa gjëra tjera që nuk dua t'ja them, por t'ja u them, por do ta zbuloni vetë ju. Nuk po ja u them. Do dëshiroja që pasi ta keni bërë këtë, të mund të lini një koment këtu. Qofse e bëni këtë kërkim, çfarë ju ka thënë dhe çfarë mendimi keni ju në sintez, në fund fare të këtij kërkimi. Ju falenderoj dhe kalofshi një ditë bukur dhe një të diel të këndshme. Të lumtur, biles. Ju përqafoj.